Ka pas e shlimin, bia e ka pas veç, okej, na pëjthojna shok, se nuk përdojna me thonë një fjallë që nuk thuhet në një televizion, kështu që krejt e dina se qka e ka pas bia limin, po për ndryshe prap është aji i nati i femnës, ose ego, ose qka do që është. Na i na mësu me bijën, me pas kësi farë puthje, prekje, provokime, po ka qenë një lojë aty mrana në gjakuzi, që është aja pytje dënim, edhe u vendos ajo lojë si shpejt, edhe me nëzis priti bia për me e boq ato, ndashta edhe prej me pështu në minimit, se kushtrimi me konë që kish dosh me pështu për në minimit, e kish puth kushtrimin se bia e provokoj dhe kushtrimin i tha hajde edhe ty të puthi, pa i tha jo, kështu që aje e bo në një lojë kështë me një kërcnem, me një provokim të vogël, po edhe Gerta i tha që e Labi që nëse del kushtrimi rujo se ku për ty, po Labi thjesht e ndjeu. E boni me plët dëshirë, ajo u vrejt kër e puthi, që më nëzis kish prit edhe Labi me arë që ajo pikë për me i thonë bia që hajde të puthi se qashtu në anë tjetër është shumë interesant, sepse për shembull Labi e dina që u konë shumë i afërt me Elionën vazhdimisht, edhe ka pas shoqe të ngushtë Elionës, edhe mas ftofjes së saj duket që u afru pak më shumë me bijën kohëve të fundit, edhe vetë se përfunduan edhe tu u puth. Ama Labi e ka pas shumë si. Ç'është Albi deri? I veçandrova shkronjat. Po e shohim që e ka pas ma shumë si shoqni. Në fakt çto e ka thonë, sepse me Elionën nuk është afru asnjëherë fizikisht ose nuk ju ka shpreh. Madje shumica e djemve, njëjtë edhe Klode u shpreh që e kanë ndjenjë një farë lloj nevoje ndaj sulmeve që ju kanë bërë Elionës, qoftë nga Labi, qoftë nga Benita e Alba në fillim, me mbrojt si më e re edhe ma. Unë mendoj që Labi nuk e ka pas detyrim me shoqësi me Elionën. Mendoj që Labi e ka pas goxha shoqe Elionën, edhe dina që kur e kanë pas prishin e parë shadin, të dy kanë dashur me diskutu për me mbajtur çet lidhje gjallë. E veç shadin është interesant prej shoqënisë me Elionën me kalu në afërsi me një herë me bijën brenda një nate në shtat me përfunduar puthje. Po çka ka vënë përshtypje është reagimi e familjes ose i shoqënisë Labinot Haxhiut që vetë se menaxhojnë, besoj që dhe regjia mund të më ndihmu, e bojnë një reagim në rrjetet sociale ku thojnë që kjo është AI, pra është inteligjencë artificiale sepse nuk është Labi mbrapa. Apo i bjen kjo që në një farë formë as familja e Labit nuk po e pranon bijën, një që ka pas rastin edhe toni? Qëre, mu më dhimë të bija me një anë, të ke fundit kje ka kallëzu vetën, e ka kallëzu jetën reale që e banë, u ka kallëzu paka shumë që është e dëshprume prej jetës që e ka pas, nuk isha pas qep me qaq poshtë bijën, se se cila kena jetë, se cila kena zemër, se cila ndijëm keq, normal që ndijet edhe kjo keq. Qëre, në këtë Big Brother, paka shumë ka kallëzu që nditë sotit nuk ka shok, nëse të vjen mundësia të shoqja gjithmonë keme vepru që është vepran ajo. Kështu që Labi është e ka një zemër të mirë, veç a i ka nejtë ofër, se bia ka shku të limi i ka thonë që limon s'kom pas me kanë më shpreje dhe unë e di që shnihet ajo, sepse është një farë bullizmi i vogël mrana për bijën. Kështu që veç ajo e din që shumë ndje, po thjesht publiku do të me kuptu që ajo që tjetë e ka, nuk din qëtër jetë me bo. Ndërkohë e kemi edhe Dolçën që pashmang shumë jep puthje, po thejme ashtu edhe madje me limin, ka qenë goxha një kohë të shkurt, por nuk gjikohet, as nga banorët e shumë pak jashtë. Pse mendon që ndodh kjo? Qëre, nuk gjikohet për shkak që na gjithmonë e mbrojna një person që nuk ka diçka për me kallëzu ma shumë. Njëjtë si Dolça, njëjtë si Dolça, njëjtë si Bia, edhe Bia e ka puth ato, e ka puth, kënd ka mujt e ka puth. Edhe Dolça të njëjtin sen. Mu ka dhimt me një anë shumë Alba, unë Alban e shot deri në finale, nëse si shi limi, unë e kësha pa dhe fitore Alban, për ndryshe, unë e kësha dash me i kallëzu dhe publiku që unë nuk e kam inati Alban, thjesht unë e kom mbrojt një fenomen që u daf me mbrojt ndaj femnaf që mos me pa, ose mos me reagu që shka reagu Alba. Është interesant me një këtë, sepse në fakt, besoj edhe te e din që në media është folë goxha shumë që te kini fari nati nuk dënë Alban me pa me sy. Ku qëndrën e vërteta këtë saj diskutime? Jo, thjeshtu në e pas... Për ata që nuk e din që po besojnë të pak, Nuri ka qenë në edicionin e firma VIP bashkë me Alban, normal, keni pas mos përputhjet sepse është edhe hynë njeri në show për mos me u përshtat, ndoshta me gjithë. Qëre, Alba gjithmonë e ka pas këto për me qitë
prej takti. Unë është gabimi jam që kom kallëzu që jam pak temperamente dhe Alba e ka di që jam pak ma e nëzishe që duhet. Unë me Albën e kom pas një keq kuptim, sepse unë jam